Rozana, e ulur në një cep të dhomës, me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë, shikon me interes se si plani i saj po funksionon në mënyrë perfekte. Ajo ka hedhur farën e dyshimit mes Eglit dhe Danjës dhe tani po i shikon ato teksa debatojnë gjithnjë e më ashpër. Danja, ti gjithmonë je sjellë si mikesha ime, por në fakt pas kam qenë e verbër. Nuk e prisja këtë nga ty. Thot Egli me një ton të lartë, duke e shikuar Danjën me shgënjim. Danja, e irrituar, kalon duart në bel dhe ja kthen me nervozizëm. Egli, mos më akuzo mua pa arsye. Ti je ajo që ke ndryshuar dhe po luan lojra të pista. Unë gjithmonë kam qenë e sinqert me ty. Rozana nuk ndërhyn, por thjesht qëndron e heshtur në një cep, duke shijuar skenën që po shpaloset para saj. Ajo e dinte se nuk do të duhej shumë për ta vënë Eglin kundër Danjës, një koment i vogël, një nxitje e vogël, dhe ato vetë do ta çonin konfliktin në një tjetër nivel. Egli tund kokën dhe shtrëngon grushtat. Ti po bën sikur nuk di asgjë, por unë e di shumë mirë që pas gjithë kësaj qëndron Rozana. Ajo është ajo që po na përçan. Danja ja kthen me nervozizëm, mos e fajso Rozanën për problemet tona. Ndoshta thjesht nuk je mësuar me faktin që jo të gjithë do të pajtohen gjithmonë me ty. Ndërkohë, Rozana, e cila është duke shijuar këtë sherr të vogël që ka ndezur, rri e ulur dhe vazhdon t'i shikojë me një shprehje të kënaqësisë në fytyrë. Ajo e di shumë mirë që nuk ka nevojë të thotë asgjë më tepër, zjarri tashmë është ndezur, dhe tani i mbetet vetëm të shohë se si vazhdon debati mes tyre. Egli, me një shikim serioz dhe ton të prerë, i drejtohet Gjestit ndërsa ata të dy qëndrojnë vetëm në një cep të shtëpisë. Ajo e vështron drejt në sy, duke e bërë të kuptojë se po flet me gjithë sinqeritetin e saj. Dëgjo, Gjesti, i thot ajo, duke marrë frym thellë. Ti ndonjëherë nuk e kupton se çfarë ke pranë. Unë nuk jam si vajzat e tjera, unë nuk jam thjesht një kalim kohe për ty nëse dikush si unë të ka qëndruar pranë gjithë këto kohë, duhet ta çmosh këtë gjë. Gjesti, i befasuar nga fjalët e saj, e shikon për disa sekonda pa folur. Pastaj, duke buzëqeshur paksa me ironi, i përgjigjet, Egli, ti e di që unë të vlerësoj, por pse gjithë kjo dramë? Nuk jemi në një telenovel. Egli shtrëngon nofullat dhe tund kokën me shgënjim. Kjo nuk është dramë, Gjesti. Është realitet. Ti duhet të kishe nderin dhe respektin që të kesh një vajzë si unë në krah, por e humb gjithmonë këtë mundësi duke u sjellë si një fëmijë i papjekur. Gjesti e vështron, duke u përpjekur të mos tregojë se fjalët e saj e kanë prekur. Ai afrohet pak dhe me një zëmë të butë i thotë, Egli, unë të vlerësoj më shumë se ç'mendon ti, thjesht ndonjëherë nuk e di si ta tregoj. Egli tund kokën dhe psheretin, ende e pavendosur nëse mund ta besoj atë. Do doja që ta dëshmoje këtë me veprime, jo vetëm me fjalë. Sepse unë nuk do jem këtu për të pritur për gjithmonë. Pastaj, pa thënë më asnjë fjalë, largohet duke e lënë Gjestin të menduar pas saj. Gjesti, me një buzëqeshje ngacmuese në fytyrë, i futet në dush Eglit pa paralajmërim. Egli, e befasuar, lëshon një britm të lehtë dhe e shikon me sy të hapur. Gjesti, çfarë po bën këtu? Thot ajo me nervozizëm, duke u përpjekur të largohet nga ai. Gjesti qesh me ironi dhe hedh ujin mbi të, duke e bërë situatën edhe më të sikletshme për Eglin. Pse kaq e tensionuar, Egli? Nuk është hera e parë që lahemi të dy, apo jo? Thot ai, duke qeshur dhe duke u afruar edhe më shumë. Egli, duke u përpjekur ta shtyjë me dorë, shfryn, nuk është punë tensioni, thjesht nuk ke asnjë respekt. Del që këtej. Por Gjesti nuk duket i shqetësuar. Ai vazhdon të lahet i qetë dhe i hedh një vështrim Eglit nga lart poshtë. Hërmëmë. Sot nuk dukesh dhe aq mirë. Je lodhur apo thjesht ke nevojë për më shumë kujdes për veten? Thot ai me një ton të lehtë ironik. Egli acarohet edhe më shumë dhe i kthen me nerva, ti je i pakuptim. Vetëm çollashimi mua pa pushim. Nuk e kuptoj si nuk lodhesh duke u sjell kështu. Gjesti ngres supet dhe qesh, duke vazhduar lojën e tij provokuese. E po, dikush duhet ta mbaj humorin gjallë në këtë shtëpi, apo jo? Mos ma merr për keq, Egli, thjesht po argëtohem.
Ajo pshertin e zemëruar dhe, duke tundur kokën, largohet nga dushi, e lodhur nga sjellja e tij. Gjesti mbetet pas duke qeshur dhe duke e ndjekur me sy, i kënaqur nga fakti që e kishte acaruar edhe një herë tjetër. Egli, me një shikim serioz dhe ton të prerë, i drejtohet Gjestit ndërsa ata të dy qëndrojnë vetëm në një cep të shtëpisë. Ajo e vështron drejt në sy, duke e bërë të kuptoj se po flet me gjithë sinqeritetin e saj. Dëgjo, Gjesti, i thot ajo, duke marrë frym thellë. Ti ndonjëherë nuk e kupton se çfarë ke pranë. Unë nuk jam si vajzat e tjera, unë nuk jam thjesht një kalim kohe për ty nëse dikush si unë të ka qëndruar pranë gjithë këto kohë, duhet ta çmosh këtë gjë. Gjesti, i befasuar nga fjalët e saj, e shikon për disa sekonda pa folur. Pastaj, duke buzëqeshur paksa me ironi, i përgjigjet, Egli, ti e di që unë të vlerësoj, por pse gjithë kjo dramë? Nuk jemi në një telenovel. Egli shtrëngon nofullat dhe tund kokën me shgënjim. Kjo nuk është dramë, Gjesti. Është realitet. Ti duhet të kishe nderin dhe respektin që të kesh një vajzë si unë në krah, por e humb gjithmonë këtë mundësi duke u sjellë si një fëmijë i papjekur. Gjesti e vështron, duke u përpjekur të mos tregojë se fjalët e saj e kanë prekur. Ai afrohet pak dhe me një zëmë të butë i thot, Egli, unë të vlerësoj më shumë se ç'mendon ti, thjesht ndonjëherë nuk e di si ta tregoj. Egli tund kokën dhe pshertin, ende e pavendosur nëse mund ta besoj atë. Do doja që ta dëshmoje këtë me veprime, jo vetëm me fjalë. Sepse unë nuk do jem këtu për të pritur për gjithmonë. Pastaj, pa thënë më asnjë fjalë, largohet duke e lënë Gjestin të menduar pas saj. Gjesti, me një buzëqeshje të lehtë dhe një shikim sfidues, i afrohet Eglit, e cila po rri e ulur duke u menduar. Ai e vëren me vëmendje dhe, me ton ironik, i thot, Egli, hajde mos na e shit mendjen tani. Ti e di shumë mirë që unë nuk i ha këto lojrat e tua. Më mirë lëri këto gjëra, se nuk më bin dot me këto filma që bën. Egli, e nervozuar nga qëndrimi i tij, kthen kokën dhe e shikon me sy të ngushtuar. Cilat lojra, Gjesti? Unë nuk luaj me askën. Ti je ai që gjithmonë mundohesh të më provokosh. Gjesti qesh dhe tund kokën. Unë të provokoj? Hajde se na mbushe mendjen. Po ti ke luajtur kaq herë këtë lojë që tashmë e di si përfundon. Prandaj, mos u mundo kot se unë nuk bie më në këto gjëra. Egli e shikon me nervozizëm dhe kap duart në bel. Pse gjithmonë mendon se unë po bëj ndonjë strategji? Unë nuk kam nevojë për lojra, unë jam e qartë me ndjenjat e mia, ti je ai që gjithmonë nuk di çfarë do. Gjesti e vështron për një moment në heshtje dhe pastaj afrohet edhe më shumë, duke i folur me zë të ulët, sikur të donte ta sfidonte edhe më shumë. Nëse je kaq e qartë, atëherë pse sillet gjithmonë si një film dramatik çdo gjë që bën? Relaksohu pak, Egli. Nuk të shkon të bësh kaq shumë drama. Egli pshertin e lodhur dhe tund kokën. Më mirë largohu, Gjesti. Nëse mendon se unë po bëj filma, atëherë mos shiko. Ajo kthehet dhe largohet me hap të shpejtë, ndërsa Gjesti e ndjek me sy, duke buzëqeshur lehtë, i kënaqur që sërish kishte arritur ta ngacmonte. Loredana dhe Jozi ndodhen në obor, duke diskutuar larg syve të tjerëve. Ajo e shikon me një shikim të butë, duke i dhënë një buzëqeshje të lehtë, ndërsa përpiqet ta bindë për diçka që duket se e ka menduar prej kohësh. Jozi, ne kemi kaluar shumë kohë bashkë këtu brenda. Unë e di që mes nesh ka një kimi dhe nuk mund ta mohosh këtë. Pse të mos e bëjmë zyrtare? I thot ajo me një ton të ëmbël, duke e parë drejt në sy. Jozi, i ulur i qetë, merr një frymëmarrje të thellë dhe tund kokën lehtë. Ai e di që Loredana po flet seriozisht, por nga ana tjetër, ai nuk dëshiron të lidhet emocionalisht. Pas një pauze të shkurtër, ai më në fund përgjigjet, Loredana, unë nuk dua të gënjej. Më pëlqen koha që kalojmë bashkë, por nuk jam gati për diçka serioze. Nëse ti kërkon një lidhje të vërtet, unë nuk mund të premtoj asgjë. Loredana mbetet e habitur nga përgjigja e tij, por përpiqet të mos e tregojë zhgënjimin e saj. Pra, çfarë po më thua? Që unë nuk të interesoj fare. E pyet ajo me një ton të lartë, duke ngritur vetullat. Jozi buzëqesh me ironi dhe ngresh shpatullat.
Nuk është kjo, por unë e shoh këtë më shumë si një lojë këtu brenda. Nëse do të lidhemi, do të jetë vetëm për lojë. Nuk dua të dal jashtë dhe të jemi i lodhur, me ty nuk jam tipi që lidhet seriozisht në këto rrethana. Loredana e shikon e shokuar, duke ndjerë se krenaria e saj është lënduar. Pra, ti po thua që unë jam thjesht pjesë e strategjisë tënde? E pyet ajo me një ton të ngarkuar emocionalisht. Jozi i psheretin dhe i shmanget vështrimit të saj. Nuk e kam thënë ashtu, por unë nuk dua të bëj premtime boshe. Kur të dalim jashtë, secili do të ketë jetën e tij. Kështu që më mirë të mos e komplikojmë këtë gjë. Loredana ngushton buzët dhe tund kokën, duke u ndjerë e lënduar. Mirë atëherë, Jozi. E kuptova shumë qartë. Ti nuk je gati për asgjë të vërtetë, dhe me sa duket, as nuk e ke menduar seriozisht këtë mes nesh. Ajo largohet e zhgënjur, duke e lënë Jozin të qëndrojë aty, i menduar. Megjithse ai nuk e shpreh hapur, duket se e kupton që fjalët e tij mund ta kenë lënduar më shumë se sa e kishte parashikuar. Egli dhe Danja ndodhen në dhomën e ndenjës, ndërsa atmosfera mes tyre është e tensionuar. Egli duket e irrituar dhe nuk mund të përmbahet më. Ajo e shikon Danjen me një shikim të mprehtë dhe, pa e menduar 2 herë, i drejtohet me një ton të ashpër. Ti je një servile, Danja. E di shumë mirë çfarë ke bërë. Nuk e prisja këtë nga ty. Shpërthen Egli, duke kryqëzuar krahët. Danja, e kapur në befasi nga akuzat e Eglit, e shikon me habi, por brenda saj zemërimi fillon të vlojë. Më thuaj një arsye të vetme pse po më akuzon kështu. Unë nuk kam bërë asgjë kundër teje. I përgjigjet ajo, duke u afruar një hap më pranë Eglit. Egli nuk lëkundet. Mos u bëj sikur nuk di asgjë. Ti më tradhtove. Ma bëre pas shpine. Më ke hedhur poshtë për të përfituar vetë. I thot ajo me një ton të ngritur, ndërsa sytë e saj shndrisin nga zhgënjimi. Danja e shtrëngon nofullën dhe tund kokën e zhgënjur. Unë nuk i bëj ato gjëra. Ti thjesht nuk e duron dot që të tjerët të kenë mendimin e tyre. Nuk është faji im që ti sheh armiq kudo. Egli qesh me ironi dhe tund kokën. Ti e di shumë mirë se për çfarë po flas. Po bën sikur nuk kupton, por e vërteta është që ti ma bëre pas krahëve. Dhe tani, kur të ballafaqoj, bën sikur nuk di asgjë. Danja nuk mund ta përmbaj më veten. Unë nuk kam nevojë të jap llogari ty, Egli. Ti gjithmonë dramatizon gjithçka dhe kërkon fajtor kur ndoshta problemi është te vetja jote. I thot ajo me një ton të ashpër, duke u kthyer nga Egli me nervozizëm. Tensioni mes tyre rritet, ndërsa të dyja shohin njëra tjetrën me inat. Banorët e tjerë fillojnë të hedhin vështrime kurioztare drejt tyre, duke pritur se çfarë do të ndodhë më tej. Situata është gati të përshkallëzohet edhe më shumë. Danja dhe Egli ndodhen në mes të një debati të tensionuar, duke ngritur zërin ndaj njëra tjetrës në oborrin e shtëpisë. Të gjithë banorët i shikojnë nga larg, ndërsa situata duket se po përshkallëzohet. Egli është e acaruar dhe flet me nervozizëm, ndërsa Danja përpiqet të mbrohet duke argumentuar mendimin e saj me një ton të prerë. Ti gjithmonë mendon se je e pagabueshme, Egli. Por realiteti është ndryshe. Ti nuk e pranon kur je në gabim dhe gjithmonë përpiqesh të nxjerrësh të tjerët keq. I thot Danja me nervozizëm, duke e shikuar drejt në sy. Egli e shikon me përçmim dhe i përgjigjet menjëherë, mos më trego mua se çfarë bëj unë. Ti je ajo që nuk di të luash ndershëm. Ti vetëm bën sikur je e sinqert, por në fakt je një servile që kërkon të mbash anën e njerëzve që të japin avantazh. Në atë moment, Gjesti, i cili po i dëgjonte nga larg, vendos të ndërhyjë. Ai afrohet me një shprehje serioze në fytyrë dhe ngre dorën, duke u futur mes tyre për t'i ndarë. Mjaft, mjaft. Boll u grindët kot. Unë e dëgjova të gjithë bisedën dhe sinqerisht, Egli, ti je në gabim këtë herë. Thot ai me vendosmëri, duke i drejtuar një shikim të prerë Eglit. Egli e shikon me habi dhe zemërim. Ti po mbron Danjën tani? Që kur je bërë avokati i saj? E pyet ajo me ironi. Gjesti tund kokën dhe përgjigjet me qetësi, por me një ton të vendosur,
nuk është çështja se po mbroj Danjen, është çështja se ajo ka të drejtë. Ti po e sulmon pa arsye dhe po përpiqesh ta nxjerrësh keq, kur në fakt ajo nuk ka bërë asgjë gabim. E kupton që ndonjëherë duhet të pranosh edhe kur je gabim. Danja e dëgjon me vëmendje dhe ndihet e mbështetur nga fjalët e Gjestit. Ajo kalon duart në mes dhe buzëqesh me ironi. Ja, më në fund dikush që thot të vërtetën. Egli, nga ana tjetër, bëhet edhe më nervoze dhe tund kokën me shgënjim. Ti thjesht do të dukesh si njeriu i mirë, Gjesti. Por unë e di që edhe ti bën lojën tënde. Asnjë këtu nuk është i pastër. Thot ajo dhe largohet me nervozizëm, duke e lënë Gjestin dhe Danjen të shikojnë njëri tjetrin. Gjesti pshertin dhe i drejtohet Danjës, mos e merr personalisht, Egli është thjesht shumë impulsive. Më vonë do ta kuptoj që ti nuk i ke bërë asgjë. Danja tund kokën dhe qesh lehtë. E di, por është lodhshme të debatosh me të. Gjithsesi, faleminderit që ndërhyre. Gjesti buzëqesh dhe i jep një të shtyrë të lehtë në shpatull, duke e kthyer atmosferën në diçka më të lehtë. S'ka përse. Thjesht nuk më pëlqen kur dikush akuzohet padrejtësisht. Ndërkohë, banorët e tjerë fillojnë të diskutojnë për këtë debat, duke bërë analiza të ndryshme mbi situatën. Por një gjë është e sigurt, ndërhyrja e Gjestit e bëri edhe më të komplikuar marrëdhënien mes tij dhe Eglit. Danja dhe Egli ndodhen në mes të një debati të ashpër, duke shkëmbyer fjalë të forta në dhomën e ndenjes. Atmosfera është e tensionuar dhe shikimet e tyre të ngulura tregojnë qartë se asnjëra nuk ka ndërmend të tërhiqet. Danja, e acaruar, ngre tonin dhe i drejtohet Eglit me një shprehje zhgënjimi në fytyrë. Egli, unë gjithmonë kam qenë pranë teje. Të kam mbështetur, të kam ndihmuar në çdo moment kur ke pasur nevojë. Si është e mundur që tani, në vend që të jesh mirënjohëse, ti po më kthen shpinën sikur unë të isha armik. Egli, duke tundur kokën dhe duke mërmëritur diçka me vete, i përgjigjet me nervozizëm. Unë nuk po të kthej shpinën, Danja. Thjesht, e kuptova që nuk mund t'i besoj më askujt këtu. Nuk e di më kush është i sinqert dhe kush thjesht po bën lojën e tij. Danja e shikon me zhgënjim dhe pshertin. Po si nuk mund të më besosh mua? Unë isha ajo që të mbrojta kur të gjithë ishin kundër teje. Unë isha ajo që të kam dëgjuar dhe të kam dhënë këshilla sa herë ke qenë në vështirësi. Dhe tani, vetëm sepse dikush të kam mbushur mendjen me fjalë boshe, ti më trajton sikur unë të kem bërë diçka të keqe? Egli kalon dorën në flok, duke e ndjerë tensionin e momentit. Danja, nuk është kaq e thjeshtë. Ka shumë gjëra që nuk i di. Unë thjesht kam nevojë për hapësirën time dhe për të kuptuar se çfarë po ndodh në të vërtetë. Danja tund kokën me zhgënjim dhe kalon duart në mes. Në rregull, Egli. Nëse kështu mendon, atëherë nuk kam çfarë të bëj më. Por dije që kur ta kuptosh se kush janë ata që të kanë përdorur, ndoshta do të jetë shumë vonë. Ajo kthen shpinën dhe largohet me hapa të shpejtë, duke e lënë Eglin të qëndrojë ngrirë në vend, duke menduar për fjalët e saj. Ndërkohë, disa nga banorët e tjerë që kanë qenë duke dëgjuar nga larg fillojnë të komentojnë situatën, duke krijuar një atmosferë edhe më të ndezur në shtëpi. Loredana dhe Jozi janë ulur pranë njëri tjetrit në një cep të shtëpisë, larg syve dhe veshëve të banorëve të tjerë. Atmosfera mes tyre është e qetë, por njëherëzi e mbushur me pritshmëri. Loredana e shikon Jozin me një buzëqeshje të lehtë, sikur po mendon diçka prej kohësh dhe më në fund ka vendosur ta shprehë. Jozi, thot ajo me një ton të butë, duke e parë drejtë në sy. Ke menduar ndonjëherë si do të jetë jeta jon pasi të dalim nga shtëpia? Jozi e shikon me kureshtje, duke u mbështetur më mirë në divan. Më pse po ma bën këtë pyetje? Loredana buzëqesh dhe kalon gishtat në flokët e saj, sikur po përgatitet të thotë diçka të rëndësishme. Sepse kam menduar shumë për këtë dhe mendoj se ndoshta ne të dy mund të bëhemi një çift i vërtet, jo vetëm brenda shtëpisë. Jozi hap syt i befasuar, duke mos e pritur një deklaratë të tillë kaq hapur. Po ti e di që këtu brenda gjërat janë ndryshe. Jashtë është një botë tjetër, një realitet tjetër. Loredana tund kokën, duke u afruar më pranë tij. E di, por kjo nuk do të thotë që ne nuk mund ta provojmë.
Deri tani kemi kaluar shumë momente të bukura bashkë, kemi ndihmuar njëri tjetrin, kemi qeshur, kemi bërë lojra. Nuk mendon se ndoshta kjo mund të jetë diçka më shumë se thjesht një lojë? Jozi qëndron për disa sekonda në heshtje, sikur po përpunon fjalët e saj. Pastaj buzëqesh lehtë dhe i shtrëngon dorën. Nuk e di, Loredana, por nëse ti e ndjen kështu, ndoshta ja vlen ta provojmë. Më pëlqen ideja që të mendojmë për diçka më shumë se ky spektakël. Loredana qesh dhe e shikon me një shkëlqim në sy. Atëherë, pse të mos bëjmë disa plane? Mund të udhëtojmë diku pas spektaklit, të kalojmë pak kohë vetëm ne të dy dhe të shohim se si do të funksionojë gjithçka mes nesh në jetën reale. Jozi tund kokën me miratim, duke u dukur më i bindur për idenë. Kjo më duket interesante. Le të shohim si do të shkojë çdo gjë. Ndoshta ky është vetëm fillimi i diçkaje të bukur. Të dy qeshin dhe vazhdojnë bisedën e tyre, duke ëndërruar për një të ardhme që ende nuk e dinë nëse do të bëhet realitet apo thjesht një iluzion i krijuar nga loja brenda shtëpisë. Gjesti dhe Egli ndodhen në kuzhinë, larg syve të tjerëve, por tensioni mes tyre është i dukshëm. Egli ka një shikim të ftohtë dhe të prerë, ndërsa Gjesti, me duart në xhepa, përpiqet ta shpjegojë veten. Egli, të lutem, dëgjom një moment, thot ai, duke u përpjekur të mbajë një ton të qetë. Nuk ishte asnjëherë qëllimi im të lëndoja. E kupton këtë apo jo? Egli tund kokën dhe shikon nga dritarja, duke shmangur kontaktin me të. Gjesti, gjithmonë thua të njëjtën gjë. Më ke lënduar disa herë dhe çdo herë vjen me justifikime. Nuk të besoj më. Gjesti afrohet pak më shumë, por pa e kaluar kufirin e saj të hapësirës personale. E di që ndoshta nuk më beson tani, por unë nuk doja që gjërat të përfundonin kështu. Thjesht, ndonjëherë them gjëra pa menduar dhe më pas e kuptoj se mund të kem lënduar. Nuk ishte me qëllim. Egli kthehet nga ai me një shikim të mbushur me shgënjim. Pse gjithmonë duhet të ndodh kështu, Gjesti? Pse gjithmonë duhet të lëndohem unë në fund? Gjesti ulet në një nga karriget dhe lëshon një pëshërtim të thellë. Unë nuk e di, ndoshta sepse unë jam një idiot që nuk di të shpreh ndjenjat e tij siç duhet. Ndoshta sepse ndonjëherë them budallallçe dhe nuk e kuptoj që po të lëndoj. Por e di një gjë me siguri, Egli, nuk dua të shoh të mërzitur për shkakun tim. Egli e shikon për disa sekonda, si duke e studiuar, pastaj kthen kokën më njanë dhe pshertin. Gjesti, nuk e di nëse mund të besoj më. Kam dëgjuar shumë fjalë, por veprimet e tua tregojnë diçka tjetër. Gjesti e shikon me sytë e tij të sinqertë. Atëherë më lejo ta vërtetoj me veprime, jo me fjalë. Mes tyre bie një heshtje e ngarkuar me emocione, ndërsa Egli duket se po lufton me mendimet e saj. A do të mund ta falë ajo Gjestin, apo kjo do të jetë thjesht një tjetër bisedë pas zgjidhjes saj?